Ka dështuar seanca e pargjyqësore ndaj Sali Berishës, dhëndrit të tij Amar Maltezi dhe të akuzuarve të tjerë të dosjes Partizani. Trupi gjykues shtyu seancën pas kërkesës së SPAK, pasi Berisha nuk ishte njoftuar dhe nuk ishte personalisht i pranishëm, ndërsa mungonte dhe avokati i kompanisë Home Plan SHPK. Në këto kushte trupa gjykuese e përbër nga Elsa Ulliri, Bib Ndreca dhe Rudina Palloj, pasi legjitimoi palët në proces, vendosi që seanca e radhës të shtyhej me 21 korrik. Maltezi theksoi se ky është një gjyq politik dhe se do të përballet me akuzat. Ne jemi të gatshëm të përballemi në çdo lloj dite. Sot ka filluar farsa, ne do vazhdojmë. Njoftimi për zotin Berisha ka ardhur të premten. Sipas kodit të procedurës duhet vinte 10 ditë para. Ka ardhur para 2 ditësh, që në këtë moment ne shikojmë që shteti bën farsa, sepse shteti, policia le themi, e kishte njoftimin që para 2 javësh. Zgjodhi ta sillte të premte. SPAK-u nuk gëzon ta tharrasë as për dëshmitar Edi Ramën. Kështu që Edi Ramën ne kemi kërkuar të jetë pjesë dhe do e kërkojmë. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar në rrjetet sociale pas shtyrjes së seancës gjyqësore, duke e cilësuar procesin një farsë të pastër politike dhe të diktuar nga mazhoranca. Kapja dhe përdorimi i drejtësisë si armë politike është i pari kryesor i regjimeve autokratike të korruptuara. Sot fillon procesi gjyqësor politik në GJK për dosjen Partizani, fund e kryej një piramidë mashtrimi. Pas 5 vitesh hetimit të vettingut 30 vjeçar, kanë gjetur se Sali Berisha bashkë me të shoqen disponon gjithsej 100.000 euro kursime të 54 viteve punë dhe një apartament 40 metra katror, më të madh se sa ai që ka pasur gjatë diktaturës, dhe se ai dhe fëmijët e tij kanë zbatuar vetëm ligjin. Berisha deklaron se nuk ka asnjë fakt dhe nuk ka bërë asnjë ndërhyrje ndaj kujdo. Për dosjen Partizani nuk ka asnjë fakt penal. Amar Maltezit nuk i është dhënë asnjë metër katror tokë publike. Nuk ka asnjë qendark dëm në para publike. Shteti veç ka përfituar nga zbatimi i ligjit. Nuk ka asnjë provë, asnjë dëshmi, asnjë dokument që të tregojë se Berisha ka bërë ndërhyrjen më të vogël ndaj kujdo. Në seancën e radhës e datë 21 korrik, trupi gjykues do të relatojë nëse është paraqitur një kërkesë për largimin e kryesuesës së trupes gjykuese Elsa Ulliri nga kjo dosje dhe palët pritet të njihen dhe me vendimarrjen.